Shumë e rëndë. Gramos, për hir të shikuesve dhe gjeneratës së re, në gjithë atyre, më lejo të rikthehemi në perspektivë 26 vjet më herët, nëse nuk e ke të vështirë, se dua të jem empatik, e dua të jem si miku yt, shoku yti, që të bashkëndjej, nuk dua të të bëj mundi më keq, por me lejen tënde, po që se mundemi, të rikthehemi 26 vjet më herët. Si kishte ngjarë e gjithë, ose cila kishte qenë piknisja e grumbullimit në atë periudhë, si ndodhi që ju me një farë forme të binit në dorë të policëve e të paramilitarëve Serbisë? Atëherë me 26 mars të vitit 99, saktësisht 2 ditë pas fillimit të bombardimeve të NATO-s, atëherë kur gjithë menduan se po fillojnë bombardimet edhe na po çlirohemi edhe nuk ka më ndodhur më kur gjë. Atë rreth orës 12 kanë ardhur forcat shumëta të policisë serbe afër shtëpive tona, edhe i kanë rrethuar shtëpinë tonë konkretisht edhe të Axhës Babit. Fillimisht kanë hyrë në shtëpinë e Axhës Babit, por ata gjithë kanë qenë te na tunajt, pasi kemi dashur me kanë parë që nuk është kërkush në shtëpi, kanë vazhduar tek shtëpia jonë, kemi qenë me një obar, edhe pasi na kanë rrethu, kanë kërkuar që burrat me dalë jashtë. Në ato momente ka dalë Axha, ashtu edhe babi, edhe mandej kanë bërtit edhe kanë thonë ju tjerë dilin për shtëpies edhe vazhdoni ecni për Shqipëni, burrat do të më ndalë këto. Na kemi vrapu. Po, çfarë ndodhi? Po, vazhdo, të lutem. Pasi burrat dolën në ballkan të shtëpisë, na kemi vazhduar më bogati edhe me dalë, domethënë kemi kapur çfarë do që kemi gjetë përpara, jaknë apo çfarë do, se kemi menduar që na çesin dikun në mal ose dikun kur të ikum, mas me pas ftoft ose gjëra të tjera. Kemi kapur çfarë do që kemi pas mundësi edhe kemi vazhduar me ik. Edhe e kemi kthy shpinën për shtëpisë, domethënë kemi vazhduar me ecë. Momentin që i kemi kalu shtëpinë, i kemi një edhe krismat e para të plumbave, edhe pa guxu me kthy kokën mrapa dhe me pas se çka ka ndodhur, veç kemi fillu me vrapu edhe me i kado që kemi mujt. Ato krismat të plumbave kishin qenë tek familjarët tuaj, tek burrat? Po. Tek babi, tek Axha. Po. Sa vjeç ishe në atë kohë? Unë në atë kohë kam qenë 8 vjet. 8 vjet. E mban mend, e ke kujtesën? Po. E ke kujtesën? Kam kujtesën. Si 8 vjeçari mban mend. E mban komplet. Në ato momente, a e dishit që krismat janë tek familjarët tuaj edhe që ka mundësi që ti kenë vrarë? Po, nuk kemi pas asnjë mundësi, as kemi guxu me kthy kokën mrapa, as me pas se çka është ndodhur, veç kemi fillu me vrapu ka do që kemi mujt. A i keni identifikuar kush kanë qenë ata nga policët edhe nga paramilitarët sërb? A kanë qenë të lokalitetit apo të ardhur nga vendet e tjera? Shumica prej tyre kanë qenë të lokalitetit, do të thonë kanë qenë të Suarejkës, pasi që ty ndëgjua edhe babin edhe Axhallar që i kanë njoftë edhe mamin, po. I kanë njoftë edhe me emra? I kanë njoftë edhe me emra edhe e din kush kanë qenë. A dihet kush janë emrat e tyre? Pak a shumë? Po. A mund t'i themi? Tash për